Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Me të vërtet, emisionet e tona janë shumë ekskluzive dhe janë me, shumë të rëndësishme me njerëz të botës të artit dhe me njerëz, por sot do të kemi të ftuar një personalitet, është PhD. Gjavit Lipaj është një profesor me provojë të pasur në fushën e shkencës, menaxhimin dhe kujdesin për të moshuarit. Ai ushtron detyrën drejtuese të përgjithshme në Zvicër. Do dalmë sot të shkojna pak në Zvicër. Përveç angazhimeve profesionale, ai është përkushtues edhe në fushën e krimeve shkencore, veçanërisht në studimet dementia. Wow! Dhe zhvillimin e modeleve të reja të kujdesshëm në rrugtimin e veçantë i ndërtuar mbi punën, përkushtimin dhe këmbguljen. Wow, sa interesant është kur ka njerëz që janë të këmbgul për punën e vet që e bojnë. Kjo është një kënaqësi ime. Zot Gjavit, me vërtet jam shumë krenar dhe jam i lumtur që sot kam në show-n tonë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe mirë se ke ardhur. Si e ke në Zvicrën? Faleminderit shumë për ftesën dhe mundësinë që të ndaj me juve një pjesë të rrugtimit tim jetësor dhe profesional. Zvicra është mirë, bie në shi, mirë, po që thonë gjithmonë mas shiut vjen dilli. Për mua personalisht është shumë kënaqësi të jem sot me juve këtu. Mirë, po ndoshta më mërmendja që nga kjo intervistë duhet të largohem pak nga modestia e ime e zakonshme. Jo për me folë për titluj, për arritje të ndryshme, por më shumë për me tregu, siç thatë edhe ju, një histori, që besoj ndoshta t'jap edhe shpresë dhe motivim edhe për shumë njerëz të tjera, po edhe për gjeneratat e reja që janë këto. Pyetja ime është kështu, na tregon origjinën, pak për familjen, na tregon pak si ka qenë edhe pse u përcaktove në këtë lami. Familja unë jam Gjavit Lipaj, i thatë edhe jo, unë kam lindur në Podgorë. Podgori, komuna e Istogut, në një fshat të vogël, i quajtur Kamenic. Mirë, po tash e kemi ndryshuar emrin Temali. Familja dhe rinin e kam kalu aty. Shkollën fillore kam përfundu në Vrell, gjimnazin e kam përfundu në Istog, në Podgorë. Me 22 vite jam largu, isha student në atë kohë dhe u largova, apo detyrova të largohem edhe nga Kosova me një diplomë gjimnazi në xhep dhe me mendjen që pasi të mujve 6 muajve të kthehem prapë dhe studimet të filloj prapë. Mirë, po shkuan, kaluan muajt, kaluan vitet, tash jam këtu në Zvicër, që ndoshta kemi ndërtuar në një jetë pak më të mirë. Ardhja në Zvicër nuk ka qenë edhe rezultati një zgjedhje edhe të lehtë në atë kohë, por edhe i rrethonave edhe të vështira në atë kohë. Ju e dini edhe vetë se ç'është kanë qenë kohët. Në vitin 1992 më kujtohet shumë mirë, në 21 shtator erdha në Zvicër, apo u largova nga Kosova. Edhe isha si azil kërkues në atë kohë. Ishte thuja një kapitull i ri dhe i panjohur i jetës ime, si do kaloj këtu. Isha larg familjes, larg shokëve, larg vendlindjes dhe larg gjithçkaje që kam njohur deri atëherë. Mirë, po për herë të parë kam ndi edhe peshën e vetmisë. Pse? Po njëkohësisht edhe forcën e shpresës së një ditë ndoshta mund të ndërtojë diçka më të mirë, më të ardhmen. Siç e dini edhe ju, edhe lufta edhe në Kosovë ka lënë edhe gjurmë shumë të rënda edhe të ne, se në atë kohë, në vitin mas 7 viteve, na i vranë 9 persona të familjarëve. E vranë nanën, i vranë qikat e vllaut edhe 6 kushërina tjera. Dhe kjo ndryshoi komplet edhe jetën time personale dhe më ka mësuar më shumë se po sa e çmuar është edhe jeta, dinjiteti edhe paqja.
Me po vitet e para në Zvicër kanë qenë me të vërtet sprovë shumë e madhe. Gjuhën nuk njohja, njerëzit nuk njohja, kulturën nuk i disha se ku është, më duhet të përshtatësha edhe një kulturë tjetër dhe më duhet të ndërtoja besimin e një mjedisi krejtësisht të panjohur. Nuk ka qenë lehtë me a fillu prej zerës. Në atë kohë ka pasur edhe momente pasigurie, momente lodhje, momente dyshimi. Mirë po çdo pengesë në atë kohë e shihja si një mundësi të vogël për më mësu dhe për më bë diçka edhe më i fortë edhe për më arrit. Mësova se me vërtet integrimi nuk do të thotë harrosh rrënjët tua. Jam integru për fillimit. Mirë po nëse integrohesh asnjëherë, po më mendje që rrënjët se nga kam ardhur nuk i kam harru. Përkundrazi, po mund të thotë që identitetin tonë që kanë respektu edhe më mërmendja këtë edhe kam bajt edhe gjithmonë. Unë në fillim kur kam ardhur në Zvicër kam punu punë shumë të thjeshta për më siguru jetesën. Unë kam qenë në fillim bukpjeks, në dimës bukpjeksi. Në orën mëngjesit, në ora 1 deri në ora 12 punojsha në atë kohë, për me fitu pulla, për me tërku familjes atje, për me pas edhe ata pak më një jetë pak më të mirë. Mirë po me gjithë mendje se çdo punë ka është edhe e vlefshme nëse me të vërtetë e kryen edhe me nder. Pastaj kam punu edhe si pastrues. Mirë po, gjithmonë ka qenë ideja me djerës të fitoj edhe trollën. Pas një kohë të shkurtër, pas 3 viteve që pa të ardhur këto, hyra në botën e kujdesit shëndetësor. 7 vite kam kalu si në DEMS, infirmier, mirë po duke shiquar edhe ata zotërit të lartë, të lidhur që kanë qenë atje, kanë vrejtë se po mundën edhe diçka me arrit, dhe më patën në mundësin që të përfundoj shkollën e shëndetësisë. Në 10 vite, prej 3 vite ka zgjatë shkolla dhe aty me vërtet e përfundova dhe aty ka fillu fillimi im në këtë drejtim shëndetësisë që për me pas edhe punë pak më shumë. Mirë po, me kalimin e viteve kuptohet ajo, jam zhvillu në njërë profesionale, kuptohet edhe në njërë edhe private. Mirë po mund të më thonë se dikur që është pasi ëndër, është vërë realitet, mirë po edhe falë për kushtimit. Falë edhe punës edhe të gjithave të tjera. Kam përfundova studimet të ndryshme këtu në Zvicër si dhe në Londër. Kam përfundu në Londër, kam përfundu PhD-n si dhe kam marrë titullin e profesurës aty dhe nga njëherë shkoj edhe në Londër jep mësim edhe studentave. Mirë po edhe njëherë dhe thëmë se gjatë karrierës, prej se kam marrë në Zvicër, kam punuar punë apo në nivelet të ndryshme të sistemit shëndetësor, Zvicran nga kujdesi drejt për drejt të pacientat, të klientët, drejt të pozita drejtuese edhe në institucionet shëndetësore, si drejtori i përgjithshëm edhe kështu. Mirë po, ma mërmendja se nëse në këthejmë edhe njerë se sot, vizioni im është që me vazhdu, me kontribu në zhvillimin e kujdesit shëndetësor, kudo që jam, dhe edukimit. Mirë po të ofruar edhe shërbime profesionale. Shërbime profesionale që me vërtet, pleqt, apo të moshuarit, ta keni jetë të njëjtëshme deri në fund të jetës. Arsimi u bon rrugë e ime që thonë drejt lirisë. Edhe çdo diplom që kam fitu, apo çdo titull që kam marrë, është më tepër se një dokument akademik për mua. Se kur kam marrë në Zvicër, kam pasur vetëm një diplom në xhep, gjimnazit.
kam punu si ndimspërkpjeksi, si pastrues, si ndimsinfermieri. Mirë po, shumë pak në ti njerëzë që largohen pak edhe nga modestia, se pas të diplome, frikëshin që thunë edhe në të pajqëm, sakrifica personale, përgjegjësi familjare, dhe orë që thonë të panonë më të studimi. Mirë po, për mua arsimi nuk ka qenë kur një qëllim në vetë vete, ai ka qenë një mjetë për të kuptuar më mirë botën, për të shërbyer njerëzve dhe për të kontribuar në shoqëri më shumë. Kjo është rruga ime. Jem baba i 3 gocave të mëdhaja, 26 vjeçare dhe 20 vjeçare, binjakët janë i martuar, me shoqe, jetojmë, panojmë, veprojmë në Zvicër. Mirë po edhe me gjithë dëshirë e kalojmë jetën këtu, mirë po kur nuk i kemi harru drejt tash edhe rrëmjet që vim edhe nga vim edhe nga kemi ardhë. Nuk ka qenë rrugë e lehtë. Edhe këtë rrugë që kam zgjedhur nuk ka qenë e lehtë as pak. Mirë po kam zgjedhur një rrugë që me kohë më ka bërë edhe më të fortë. Historia kthehem nga një herë dhe mendoj. Kam ardhur në Zvicër, kam pas plan disa të holla me i fitu dhe prapë me kthy. Mirë po, kjo është në dëshmi, se dhe kur njeriu fillon me shumë pak, me përkushtim, ndoshta edhe me punë të palodhur, mirë po pak edhe me pak fat, mund të arrijë rezultate që dikur duken ndoshta të pamundura. Unë nuk mendoj me vërtet shumë edhe për titujt që i kam, mirë po mendoj më shumë për njerëzit që i kam takuar gjatë rrugtimit. Ata më kanë lënë bresa. Mendoj për pacientët e mi, klientët e mi, që më kanë besuar në momentet më të vështira të jetës së tyre. Ma kanë jep besimin, edhe besimi tyne ka qenë përgjegjësia ime që deri në fund në mënyrë dinjetoze të jetoj. Unë mendoj edhe për studentët të tashëm që i mësoj post-universitar, që kanë edhe vazhduar rrugën e tyre profesionale, edhe për kolegët që më kanë jap edhe ndar edhe vizione, mendime. Mirë po dhe sfidë dhe përgjegjësi. Këto më mërmendja janë arritje që kanë kuptim të vërtet për mua, se një titull është letër, është një dokument. Mirë po atë që e ke brenda, atë që e ke përjetuar, atë që e ke përkushtuar, apo ata njerëz që i ke takuar gjatë rrugtimit. Kjo është diçka më e madhe se sa një dokument apo një letër akademike apo kurrati që është. Si thash edhe më parë nuk e zgjodha rrugën më të lehtë, zgjodha rrugën që më bëri shumë më të fortë, siç kam qenë edhe para. Shumica e njerëzve kur sidomos mosha rinore përcaktohen për një drejtim, edhe unë dua të dikte nga ju se ku jeni prek, pse përzgjedhet këtë lami. Me të vërtetë është një lami shumë e rëndë dhe është një gjë që duhet me qenë shumë i kujdesshëm për të punuar edhe të jesh në shërbimin e pacientëve. Kjo është një domethënie e madhe. Nga u inspirove? Pasi që e përfundova gjimnazin në Istok, dëshira ka qenë të studioj mjekësi. Mirë po nuk më jep mundësia që të punoj, të studioj në drejtimin e mundësisë, shkaqe të ndryshme. Nuk duhet t'i përmendim ato. Edhe kur erdha këtu në Zvicër, nuk e di, ndoshta edhe fati ka qenë se e nisha një person në atë kohë. Edhe ai më mundsoi të punoj si ndihmës infermiere. Mirë po aty kam punu në një klinikë rehabilitative të hershme me njerëz që kanë gjakderdhjen në tru apo smundje
tjera të rënda apo pas një aksidenti. Pleqt, kom fillu në vitet e 2010 kam fillu të punoj me njerëzit e moshuar, do të thotë plus 75. Ndoshta dhe socialja ime apo kompetenca sociale ime ka qenë që më të vërtet ata ta kenë një jetë më të mirë, ta kenë një jetë më të lumtur, edhe në fund, siç thash, në mënyrë dinjitoze të kalojnë prej kësaj bote në botën tjetër. Në të tyrat më të mira, po në të derën që thonë edhe më morale, edhe më të etike, është që të punojmë me njerëzit e moshuar. Pse punojmë me njerëzit e moshuar? Ata neve, shembull, ata na kanë rrit. Ata na kanë hapur mundësinë që ne të jemi dikush. Ata neve na kanë hapur mundësinë që të përfundojmë një shkollë, një fakultet apo kotodione. Po pse jo në këtë mënyrë t'u kthejmë edhe aty në mënyrë dinjituese atë që kanë bërë për neve. Punoja në këtë drejtimin e pleqënisë, dhe pse posaçërisht e kam marrë drejtimin e pleqërisë, drejtimin që thonë smoshës apo geriatrike, gerontologjinë, se kjo është që thotë në shpirtin im, se kur të lidhet teoria, praksa, atëherë mosha është në pjedestal. Kjo ka qenë, apo kur thëmë se kur pena bëhet ilaç. Punoj në këtë drejtim moti edhe diplomën e PhD se kam shkruar për demencia, se ku janë problemet etike gjatë sëmundjes së demencës, se më merr mendje edhe njerëzit që vuajnë këtë demenca, jo vetëm njerëzit që vuajnë këtë demenca, ju nevojitet edhe aty një pik që thonë dashurie, një pik lumturie, që mos ta kenë jetën në bashkë, mos të kthehen në izolim social apo në izolim total, mirë po ta kenë një jetë më të mirë. Për atë arsye kam vendosur edhe për atë arsye jam shumë aktiv në këtë drejtim, posaçërisht për njerëzit që vuajnë nga demenca ta kenë një jetë më të mirë. Si mund të mendojmë një jetë më të mirë të bëjmë? Se ne kemi modele komplet, në shumë të mëdha. Posaçërisht në gjuhën anglo-amerikane modelet janë shumë të mira dhe ka shumë. Mirë po ne po harrojmë personin individual në vend, e kjo është. Se personin, çdo aktivitet, ai që vuan nga demenca duhet ta ketë një aktivitet individual, jo të përgjithshëm. E kështu është puna pse kam fillu këtu. Mirë po, pastaj kam studiu edhe për demencën, edhe këtu mundohem se çdo shtëpi të pleqve apo studentëve post-universitar që janë, ta kuptojnë se çka është sëmundja demencë, nga vjen ajo. Nuk është më rëndësi se çka thot teoria, se më rëndësia është se çka bën ai personi mbrapa shpine, sa mundet të çojë. Se demenca nuk është e njëjtë e përgjithshme si një diagnozë kotadione, shembull të zemrës e kotadione. Mirë, po demenca është aq e ndryshme, aq personale sa njerëzit janë aq personal edhe për ata. Ku të shqyqoj se me vërtet kanë kuptu atë, se ai njeriu apo ati person që vuan këtë demenca i nevojitet kjo apo ajo, atëherë qëllimi im ka arrit. Se kjo është qëllimi jon. Nuk është qëllimi jon se ta zbulojmë kotadione një medikament apo ta zbulojmë diçka, jo. Qëllimi jon është që të ketë një jetë sa më të mirë, të ketë një jetë sa më të pastër, të ketë një jetë pa dhimbje dhe të jetë ai brenda mureve të vete, jo dikush tjetër. Atëherë për publikun tonë, me të vërtet mëse jem në studio dhe po flasim për demencën ose demencjen, me të vërtet është kënaqësi të ndëgjojmë edhe cilat janë ato shenjat e para të demencës ose demencës që vjen te njeriu.
Edhe këto duam të dim me të vërtetë se është kënaqësi të dim nga ju si mund t'i trajtojmë të gjona dhe s'ka bjen si qysh tek. Demenca. Demencja apo harresa, ta thojmë pak në gjuhë, më të lehtë. Harresa është një mantil. Brenda atij mantilit ka diagnoza të ndryshme. Një ndër diagnozave më të mëdha është Alzheimer, sëmundja e Alzheimer. Një po ki edhe diagnoza të tjera për demencën. Nga vjen. Nëse flasim pak në mënyrë shkëndësore, kuptohet se tau proteinat ka edhe tau proteinat është problemi më kryesor në trurin e njerëzve që vojnë nga demenca. Mirë po, ende nuk dihet se nga vjen 100% edhe demenca. Për mua është më interesant se shembull kemi njerëz, flasim nga jeta praktike që punoj edhe me njerëzit me demencë, se aty thëmë praktika e takon teorinë, por praktika kur është më e madhe se teoria, atëherë është rezultati shumë më i madh. Ne kemi njerëz shembull që vojnë nga demenca, edhe shumë njerëz të ri. Pacienti më i ri që ka qenë te unë ka qenë një zonjë 38 vjeçare. Mirë po, pacienti më i vjetër që ka qenë është në moshën e 98 vjeçare. Mirë po, më të vërtet, njerëzit edhe shumë prej tyre nuk vuajnë vetëm nga humbja e kujtesës, harresën. Ata vuanin edhe më shumë nga vetmia, nga mos kuptimi i të afërmëve se çka ndodh me atë person dhe ndonjëherë nga mungesa e komunikimit të autëduhur. Shumë herë kam dëgjuar edhe për njerëzve, lidhem atëherë me pyetjen tonë, kam dëgjuar për njerëzve, hey, nuk është duke me kuptuar kjo se çka thot. Po me të vërtet, unë kam shqyrë komplet ndryshe. Po ndoshta nuk ka humbur aftësinë e zotëria për të ndjerë, ndoshta jemi ne që nuk kemi gjetur mënyrën e duhur për ta kuptuar këtë. Njerëzit që vuajnë nga demencia, nuk është edhe lehtë për të kuptuar. Se ata kanë problem me gjuhën. Nuk mundën fjalët vendin e duhur të japin. Ata kanë problem edhe komplet me vetmin, se nuk dëshirojnë të takohen edhe me njerëzit të tjerë. Edhe këto kanë qenë fillimet e mia, pse? Fillova të kërkoj më tepër në këtë drejtim. Fillova më shumë edhe të studioj filozofinë, etikën, psikologjinë, neuroshkencën, mirë po dhe teoritë moderne apo modelet moderne të kujdesit, posaçërisht modelet e Tom Kidut. Kam lexuar shumë për këto, se çka kanë thënë ata, çka kanë kontribuar ata. Pse? Mirë po, në të njëjtën kohë kam kuptuar se njerëzit, apo si çdo teori, mbetet e paplot nëse nuk lidhet me realitetin e përditshme të njerëzit, pacientëve. Prandaj edhe kërkimi im nuk u zhvillua vetëm në biblioteka, definitiv. Në Lehtësandën është zhvilluar para vendit, është zhvilluar me një klient, në dhomën e klientit, me të afërmin e klientit, bisedimet e familjare, në vërdimin e kujdesjeve të sjelljeve, në heshtjen e një paciente që nuk fliste, afazi, e ka humbur gjuhën, por mirë po që ende ka kërkuar, që thonë dashuri, për me majtë dorën, për me shliqur në sy, për me marrë seriozisht se çka është tek është të folë. Aty me identiteti i njeriut nuk është duket me humbjen e kujtesës. Definitiv jo. Edhe kur kujtesa me të vërtet zbehet gjatë demencës, mbeten emocionet, mbeten ndjenjat, mbetet komplet dinjiteti. Një shembull do t'ja jap me një klient, me një paciente, 92 vjeçare,
top që thonë mira po komplet harrestare. Mira po gjithmonë ka ditë emrin dhe më ka quajtur shef. A është shefi këtu? Po, unë jam me qetë. Pasi sa atëherë kam pas një takim me zonin, mira po edhe me gocën e sajna, vajzën. Edhe në zyrë erdha ajo edhe gjithmonë. Qiks vetë, vajzës vetë i thajke mami. Mira po ajo zonja, vajza nuk e kupton se çka është puna. Dhe ja filloi me qa. Po thonë edhe pacienta po tha punë nuk e di se kush është kjo. Po tani tregova, mundova për me në tregu, mja po me vërtet për pak sekunda. Ja, po tha këta kjo është e vajza ime. Mja po prape përfundaj atë sekuencë. Kjo ka qenë për mu si mundëm këtyne njerëzve për me unë ndihmu. E kujdesi, ma mërmendja, në kohën moderne të sotit, është që duhet edhe me përfshi historinë personale të pacientit, familjare, marrëdhëniet të tij se çka ku edhe tek është, emocionet, kulturën dhe identitetin. Identiteti është kryesori, edhe kultura, se nga vjen personi. Ne jemi një popull multietnik në Zvicër. Ne jemi diku në afër 275.000 shqiptar këtu. Gjeneratat e para janë as këtu, as atje. Ku me ta? Se pa njoftën mirë kulturën, pa njoftën mirë identitetin e atyre, si mund me atyre dhe atyre njerëzve për mjë ndihmu. Kjo ka qenë që me të vërtet, punojmë këtë drejtim të marrim diçka për edhe për njerëzit që vuajnë nga demenca. Edhe gjithmonë, apo jo them edhe pjesëmarrësve, pa marrë parasysh në cilën shkollë të lartë apo universitet jam, mos mësoni për me kalu një provim, se provimi lirisht kalohet. Mirë po, mësoni që një ditë dikush t'ju besoj jetën e tyre. E nëse jeta e tyre u besohet juve, atëherë me të vërtet keni arritë më shumë se sa edhe një provim që e keni përfunduar. E kjo ka qenë përgjegjësia më e madhe çdo profesionistit në kujdesin shëndetësor. Demenca. Si mund të parandalohet ose të zvoglohet rreziku i demencës? Edhe ju e përmendet edhe i kap edhe trit. Kështu që është trashëgimi kjo, a çka është? Disa thonë se është trashëgimi, mirë po disa thonë jo që nuk është trashëgimi, mirë po si mund të parandalohet, shembull, ushqimi i mirë tjetë, lëvizjet ditore, leximi, fjalë kryqit, takimet e ndryshme, bisedimet. Këto mundën që thonë të ndalohen. Mirë po, unë kisha një pacient që ka qenë profesor doktor në një ndër universitetet më të mira në Zvicër këtu, edhe ai e ka zbulu modelin menaxhimit të Sangallit, Sangalen Management, edhe një profesorit, edhe një doktorit, apo edhe një gazetarit, mundën të kenë një demencë. Këto janë gjendjet që me të vërtet, ndoshta edhe që thojmë ushqimi i shëndetshëm, lëvizjet, aktivitetet të ndryshme, leximi, fjalë kryqit, kotadins, gjithmonë edhe takimet e ndryshme, që edhe monotonia ditore le të largohet, edhe vetmia që thonë, se tash për tash i quhet se vetmia është një ndër smundjet më moderne dhe më të rrezikshme që mundet një njeri ta ketë në kohën e sotit. Çfarë duhet të bëjë një person nëse ka historinë familjare të demencës? Si mund të trajtohet ajo? Pari I cili ka sëmundjen e demencës, ai duhet mas mira të trajtohet që me të vërtet ta gjej në shembull, po flasim në Zvicër. Për në Kosovë nuk mundem, tash më thonë mirë, po që ai cili duhet kuptohet testet ndryshme,
ti bëj se me të vërtet a është puna e demencës apo janë qasje harrese, se gjithë cili person këtë botë dhe harran, edhe unë jam ai që harroj tepër, mirë po gjithë takimet i shkruaj në agent. Mirë po atë duhet se me të vërtet se nëse një person fillon që mas tjetë ai që është apo që ka qenë ai, atë duhet të shqyqat me seriozitet se ku është edhe problemi edhe tek. Po nëse personat fillojnë që kulet në shembull, ta fusin frigorifer, apo telefonin ta fusin për fundi putatione, ta më shefin dikon që s'mundën ma me gjithë. Këto janë që thonë simptomet e para e demencës. Mirë po nëse edhe fillon ai person ti harran emrat e tafëneve, ti harran emrat e fëmijëve, atë nuk është diçka në rregull. Kjo do të thotë se demenca ka filluar. Mirë po, nuk do të thotë që ka filluar sot. Demenca thotë, në shkenca thotë se demenca nëse më të vërtet tau proteinat apo gëlqerja në tru fillon 10 deri në 15 vite përpara. Mirë po asnjë njeri nuk e merr vesh, nuk e kupton se është diçka. Mirë po, nga dalë fillon harresa e emrave, fillon i lën të konjonat, nuk mundet ma tutje me i gjetë, janë shkallon gjana se çka ka po deri përpara, çka ka po përpara, nuk nuk mundën fjalët t'jenë në vendin e duhur. E kështu më radh janë disa që thonë simptome banale, po me të vërtet shumë interesante. E kisha me një pacient, ai ka qenë IT shumë i fortë në këtë drejtimin, mirë po në vend që me i harruaj gjanat e ka vrej se diçka ndodh me trurin e tine dhe ka fillu vend me pi, verë me pi. Derisa zonja e ka marrë se kjo nuk është burrim, e ka marrë vesh se kjo nuk është burrim, se diçka ka ndodh me atë. Kanë shku të specialistit e geriatri, i ka po testë komplet ka dalë një njeri që vuan nga harresa. Nëse harresa është këto, nuk mundë me shumë diçka me bankët drejtim. Drejtimi është që me vërtet të kemi institute të specializume për njerëzit që vuan nga demenca. Të afërmit, të familjarët, ta dinë se çka është, ku është problemi i sëmundjes së demencës. E kjo është që thonë këto janë fillimet i një sëmundje të rëndë, se deri ende nuk ka. Mirë po jemi në shpresë që brenda 2-3 viteve ta kemi një model të paktën për stadiumin e parë edhe të dytë sëmundjes së demencës, që të paktën ata persona të njohin të afërmit, të flasin gjuhën normale, jo që ta humbin komplet gjuhën, të paktën t'i kryen edhe gjitha gjërat biologjike private vetë. Ma përmendje brenda 2-3 viteve, nëse jemi në rend, do kemi diçka aty. Sa e zhvilluar është mjekësia në Zvicër krahasim me vende tjera, si edhe me vendin tonë? Zvicra me mendje është një nga vendet më të zhvilluara në drejtimin e medicinës, pasi që dikona 84 miliard franga ka qenë edhe buxheti shëndetësor në vitin 2025. Në vitin 2025 pata shkruani diplomë kur isha në fakultet, në doktoraturë, krahasimi i shëndetit shëndetësor në mes Zvicrës dhe Kosovës. Zvicra me të vërtet është model. Kemi punëtor të huaj. Mirë po kanë edhe punë. E lidhet edhe me etikën e punës. Kanë kulturë edhe me punë. Mirë po, unë për vetë ndihem shumë që thonë këto mirë që jam edhe në Zvicër, se e kam edhe etikën e punës edhe punoj se si duhet. Po ta shqyqojmë edhe tash të marrim me vetëm një krahasim, kemi sigurimet shëndetësore këtu komplet se çdo person që jeton, vepron,
banon në Zvicër, duhet ta ketë një sigurim shëndetësor të paktën të përgjithshëm. Kjo është e domosdoshme. Edhe çdo person që është në Zvicër mundet ku ta diun obligimet shëndetësore ta kryej në spitale të ndryshme apo në kanton ku është edhe ai person. Krahasova sistemin shëndetësor me Zvicrën edhe Kosovën me vërtet kontraher, diametral është ndryshe edhe nuk u cajkat edhe shumë me krahasu mirë, po vetëm të marrë shembull buxheti shtetëror 34 miliard franga, buxheti kosovar dikon ka qenë vitin nëse nuk ka bëj 235 milion franga, do të thotë komplet shumë i madh. Ne jemi me shëndetësi shumë të mirë, ne jemi posaçërisht edhe në drejtimin e pleqërisë apo drejtimin e deontologjisë jemi shumë fort në këtë drejtim se tash jemi duke i specializuar edhe njerëzit, edhe infermierët apo edhe mjekët që punojnë në pleqëri apo me pleq apo prej moshës plus 65 vjeçare se ta kuptojnë më mirë punën se çka do të thotë shembull edhe me punu edhe me njerëz të vjetër. Kemi shtëpia të specializuar se çdo person i moshës së vjetër i ofrohet kujdesi ambulant apo edhe kujdesi stacionar. Ai nuk lejohet në shtëpi. Për shëndetin amerikan nuk e di se çka është. Unë aty pasi që vetëm dëgjoj diçka po lexoj jem pak më që thonë në edhe jo. Ne jemi në drejtim për në Evropë, ndoshta sistemi shëndetësor në Zvicër është një ndër më të mirë dhe më të fortë. Në drejtimin e akutit, mirë po edhe në drejtimin e pleqërisë. Kjo është pak a shumë këtë drejtim mund të më thonë diçka. Zotë Gjavit, si që ndorë bashkëpunimi me kolegët e tu në institucionet kosovare? Ma mërmendja se kjo pyetje me do të ka me ardhë, apo ma ka mërmendja dopt. Jemi shumë të qartë, precis, që thonë edhe një pikë të madhe të vendosin dopt. Kam disa kolegë që bashkëpunojnë me atë, posaçërisht me Universitetin UVT, mirë po nuk është interesi të bashkëpunojnë bashkë. Jo nga ana ime, po nga ana e zotërive në Kosovë. Unë fitoj tollat, unë fitoj në Zvicër, fitoj në Londër, fitoj tollat, unë fitoj në për shkollat larta këto. Unë në zero interes kam që në Kosovë të fitoj një lek edhe të marrë me veti, jo. Mira po, dëshira ka qenë shumë e madhe edhe të jetë gjithë një e madhe bashkëpunimi në mes neve si dhe atyre që janë në Kosovë. Kjo do të bënd të një simbiozë më të madhe që me vërtet edhe studentët në Kosovë të kenë atë nivel si e kemi edhe ne. Unë nuk kam interes, apo ne nuk kemi, një atisa profesor doktorë që janë në Zvicër këto, nuk kemi interes me shku në Kosovë me punu. Mirë po interesi është që me vërtet të bashkëpunojnë bashkë se gjithë të cili përfiton. Ata nuk tim diçka, na jo e pëmtijen, ne nuk tim na përfitojnë për tyre. Dopt, jo mirë. Atëherë me parashikimin tem, si që kam pa në Kosovë, hala më duket jemi në ato traditat e vjetra që prindërit i majmë, nuk i lam që të devijojnë, jemi në kujdesin, jemi në mbërkëqyre. Unë e shoh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, shumica e të moshuarve vërrin vetë dhe janë në kujdesin e shtetit, ata edhe streson edhe prej vetvetit mungesa familjare. Kështu që për fond kisha pas dëshirë një mesazh për të gjithë shqiptarët anë në banku do që janë. Faleminderoj shumë, me të vërtetë është një kënaqësi se të flasim edhe më shumë, të nxjerrim edhe materiale më shumë, nëse kam ana shkalu diçka që s'ta kam pyet, të lutem vazhdo edhe na tregon. Kam shumë në me të vërtetë mund të më shumë me folë edhe për gjëra tjera.
Mirë, po, si që thatë dhe jo është e vërtet se në Kosovë, po flasim në tokën e shqiptarisë, pa ma parasysh se ku jemi dhe tek jemi, ne jemi ata apo nëse njëri vuan shembull në demenca, apo nëse njëri është pak ndryshe, ata klani tyne e mbulon. Jo nuk është smut, jo kutadione e gjonat të tjera. Këto është gabimi më mërmendja shëndetësor, i sistemit shëndetësor, apo i sistemit shtetëror. Mirë po, vështirë është këtu edhe për me ndërhyjtë ta. Mirë po e dim se me të vërtetë edhe në Kosovë, nga daldale arritet edhe mosha të moshuarve. Në vitin 2014 nuk janë ma si që kanë qenë përpara edhe në Kosovë njerëzit të ri, edhe aty rritet mosha e të moshuarve. Këto kështë qenë që me të vërtet kemi profesionista, mos t'i largojmë profesionistët nga Kosova për me armë dhe të tjera, mirë po ata që janë aty, ta kenë profesionin, të mësojnë profesionin edhe të dinë edhe për gerontologjinë edhe për geriatrin. Kjo është kulturë, kjo është reflektim, kjo është që thonë vizion. Mirë pa mund të gjitha për me arrit, nuk e ti. Unë kam shku disa modele, ndoshta keni të gjuhë dhe ju, modelet të para kanë qenë shkaku pasi që edhe PhD, në të është edhe me përfundu aty, që sëmundja demenca është më shumë edhe si një sëmundje, kam shumë modelet ndryshme, që me të vërtet në gjuhën anglo-amerikane kanë pas edhe sukses, edhe që lexohen edhe me kurajshmëri, mirë po edhe disa universitete të botës, për shembull Universiteti Sussex, që është në Angli apo në Mbretëri, mësojnë prej aty një modeli studentët që vinë për ata. Çdo model jam mundu që të ruaj edhe identitetin tim personal së nga vim. Edhe çdo model që kam shkru, ju kam thënë emra me rrënjë shqiptare. Kjo ka qenë edhe zgjidhje e vetëdijshme që gjuha shqipe të ishte edhe pjesë e kontributit tim shkencor. Në këtë mënyrë do jetë të gaje që ma shumë që Këmëta është edhe me tërgus, ose edhe një studius shqiptar, mund sjell ide originale në diskutimin dhe këmëtar mbi kujdesin shëndetësor. Janë të kon afër 10 modeleve të ndryshme, shembull në modelin e parë që kam zhvillu, ka qenë ndihmë me profesor doktor Fadil Qitakut, Dementia, model Lipaj, edhe këto jemi mundu të kemi një gjasi gjithë përfshirë së ndaj kujdesit për persona që vuajnë edhe nga demenca, apo dhe Lipaj leadership, kjo ka qenë më shumë drejtimin leadership, apo gjali model, pse gjali model, ka qenë më vërtet vizionin, dhe gjali model for the dementia of tomorrow, ka qenë vizioni im për kujdesjen e së ardhmes ndaj personave që vuajnë nga demenca, apo të dardor model, dardori modelit, apo edhe tjera, të maki model, gjana Shqiponia. Kur e pa të dërgu të Shqiponia model, më patën thënë ata redaktorët të tje, po tha, kemi mundësi të ndryshojmë emrin, jo në Shqiponia, po në Igël. Thash jo, faleminderit, se Shqiponia është Shqiponia për mua dhe kjo mbetet një që thonë është edhe një nga modelet më simbolike që kam zhvilluar, ka qenë që është Shqiponia model. Pse? Është simbol i identitetit tonë kombëtar, për mua jo simbolizon edhe lirin, dignitetin, mbrojtjen, forcën, vizionin edhe përgjegjësinë apo iliria model. E janë disa që më të vërtet kjo iliria model ka qenë shumë i suksesshëm edhe vetëm në gjuhën anglo-amerikane dhe gjuhën gjermane ajo kuptohet, mirë po edhe kjo ka pas rrënjë shqiptare. Pse me rrënjë shqiptare? Kjo ka qenë vetëm një homazh për historinë tonë edhe për kulturën tonë. Shkaku, identiteti, kulturën, edhe ne shqiptarët vuajmë nga demenca, edhe na nuk jemi të paprekshëm, e për ata ka qenë që më të vërteta kemi edhe këtë.
Unë këto nuk isha qaj shumë si edhe modele, kotadione, mirë po këto në isha thjesht, nuk isha thjesht si edhe modele shkëndësore, isha si pjesë të historisë sime dhe personale. Se cili model mbart një pjesë të përvojës sime, si infermier, shembull, drejtues, studiues, edhe edukatore kotadione. Unë i kam zhvillu këto modele me mërmendja se kam besu se gjithmonë si dhe kujdesi shëndetësor duhet mundet më bo ma njëzor, ma etik edhe ma cilësor. Kjo ka qenë qëllimin, edhe ky qëllim ka arrit. Këtu kur të isha dhe një... Atëherë, do të thoja për fond se a më mirë të trajtohet me medikamente dementia apo me këshilla? Unë jam komplet kundër medikamenteve, pasi që medikamente nuk kemi të ndëgjeshme për sëmundjen e demencës. Ne kemi shumë medikamente për qetësim, ne kemi medikamente antidepresive, kur ne kemi për psikozat ndryshme kotadione. Puna më e mirë, edhe më e ndershme, edhe më etike, është kujdesja individuale e personave që vojnë këtë demencë. Koha, respekti, motivimi, dëgjimi, shiqimi i sinqert. Këto janë gjanat më të mira. Ku punoj, aty nuk kemi medikamente dhe nuk i japin asnjë pacienti medikamente për sëmundjen e demencës. Aty mund të me vendos vetë dhe kjo është edhe vendimi. Ku mund të drejtohen njerëzit e kjo që sa të qoftë marrin këshilla dhe keni ndaj ordinancë ose ndaj vend që mund të takojnë, mund të tregoni edhe emrin e telefonin e krejt? Unë thash unë jam vetëm ai që mundohem dijanin të jep aty në njerëzve që më të vërtet kanë dëshirën drejtimin e pleqërisë. Me punu, unë nuk kam ordinancë, unë punoj, unë fitoj të hollë në atë institucion, shkoj në për shkollat larta të ndryshme, po ashtu që edhe në për universitete, aty mundohem që djenja tjetë. Kam plan, më mërmendja brenda muajt, jemi të rregullu gjitha letët që të hapim një film të vogël në drejtimin e pedagogjisë, që edhe në këtë drejtim që njerëzit të vinë të përfundojnë edhe një shkollim të vogël, 5 orë, 10 orë për sëmundje të ndryshme, që thonë edhe për sëmundjen e demencës e kështu. Mirë po jo, nuk kam ordinancë, unë jam punë marrës. Atëherë një mesazh për të gjithë shqiptarët, një mesazh shumë të madh. Po gjithë shqiptarët. Mos humbni vetën nëse ju jeni dhe vazhdoni që ju të jeni. Nëse i keni qëllimet, atëherë leti përfundojnë, apo leti përfundojnë ato që i keni në kokë. Ruajtja e dinjitetit, flas vetëm për pleqëri, duhet jetë po çdo njeri, kudo që është, deri në fund të jetës. Do të thotë mungesë apo edhe mbështetje familjare. Atë ne që jemi, edhe njerëzit që vojnë nga Zvicra, edhe që jemi në Zvicër, apo edhe shqiptarët, kudo që janë, le të marrin këtë sëmundje në mënyrë serioze, që ndoshta është edhe një nga sfidat më komplekse. Nuk prek vetëm personin ai që ka, mirë po prek komplet edhe gjithë familjen. Jeni ata ju që jeni. Zoti Gjavit, me vërtet ishte kënaqësi, me vërtet të jonja që të patëm në emisionin tonë, por edhe besoj që me këtë nuk do të jesim, besoj që edhe herave tjera do të marrim edhe besoj për zhvillimet edhe për punët e tua të reja që do t'i kesh në plan.
Unë të falenderoj shumë dhe ishte kënaqësi e madhe, mirë mbeqi deri në kohën e ardhshme. Faleminderit shumë për kohën tonë. Faleminderit shumë të vanoni, faleminderit, kaloni mirë, përshëndetje juve gjithëve. Faleminderit. Pra të nderuar shikues dhe dëgjues, kënaqësia jone që shqiptarët tonë, suksesi i shqiptarëve tonë nuk po ndalon anë ban botë. Pra mirë mbeqi deri në emisionet e radhës me Noli Show në kanalin 39 në Limi TV, në kanalin 249 ku mund të na shikoni 24/7 që i kemi emisionet e tona javore dhe i kemi non stop. Faleminderit.